Allahun Gjelle Gjelaluhu e falenderojmë për këtë madhërim të madh që besimtarët musliman e adhurojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu duke mos i shoqëruar ati ortak. Allahun Gjelle Gjelaluhu e falenderojmë për të gjitha të mirat që ja ka dhënë kësaj bote dhe botës tjetër. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dita më madhështore të Allahu Gjelle Gjelaluhu është dita e Kurban Bajramit. S'ka lind dielli në këtë ditë më madhështore se në ditën e Kurban Bajramit. Kjo ditë e përmbyll 10 e Dhulhijhes, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu betohet dhe thot: Ba'de a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wash shaf'i wal watr. Pasha agimin, pasha 10 netët, pasha çiftin dhe tekun. Kemi thënë se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk betohet vetëm se në gjëra të rëndësishme, nuk betohet vetëm se në krijesat e tij që janë shumë me vlerë. Prandaj edhe në këtë ajet që Allahu Gjelle Gjelaluhu betohet në mëngjesin në agimin, para se të lind dielli. Allahu Gjelle Gjelaluhu betohet edhe në netët që e ka për qëllim 10 e Dhulhijhes, dhe betohet në çiftin dhe tekun që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka për qëllim çiftin ditën e Kurban Bajramit, ndërsa për tekun e ka ditën e Arafatit. Allahu Gjelle Gjelaluhu u betuan këto krijesat të tij madhështore, nga se madhërohet Allahu Gjelle Gjelaluhu. Madhërohet Allahu Gjelle Gjelaluhu duke e falenderu atë, duke bërë tekbire besimtarët musliman në për shtëpit e tij. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot në Kur'an në suratul Kauthar: Fasalli li rabbike wanhar. Andaj ti falu për Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe prej kurban për hir të tij. Vëllezër të dashur, kjo ditë sakrifice, kjo ditë solidariteti që besimtarët musliman janë të bashkuar, janë në një unitet të cilët të tjerët ua kanë lakmi kudo që janë. Prandaj ne e dim se bashkimi e ban fuqin dhe uniteti e ban forcën. Prandaj nuk janë më të fortë se kur besimtarët se në këtë ditë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot në një hadith: kush e therr kafshën para se të falet namazi i Bajramit, kush e therr kafshën para se të falet kush e therr kafshën para se të falet namazi i Bajramit, është sadaka. E kush e therr pas namazit të Bajramit, është kurban i Bajramit. Prandaj vëllezër të dashur, në këtë ditë të madhe besimtarët musliman e adhurojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu, jo vetëm se me namaz, jo vetëm se me sadaka, jo vetëm se me gjihad, por e adhurojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu në gjitha mënyrat. Dhe kanë thonë ulemat se 10 diçi apo Kurban Bajrami është festa më madhështore të Allahu Gjelle Gjelaluhu, nga se adhurohet Allahu Gjelle Gjelaluhu me dhikr, adhurohet Allahu Gjelle Gjelaluhu me sakrificë dhe mundin e trupave të njerëzve, adhurohet Allahu Gjelle Gjelaluhu me sadaka, dhe adhurohet Allahu Gjelle Gjelaluhu duke prej besimtarët kurban për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Vëllezër të dashur, çfarë na sjell kjo festë që besimtarët musliman
e kanë dhurat nga Allahu Gjelle Gjelaluhu. Kuptimi i kësaj feste të muslimanët është esenca dhe festimi, sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu e bërin që në këtë ditë të bashkohen muslimanët në një vend të caktuar, të bashkohen muslimanët me një qëllim të caktuar, me një veshje modeste që nuk njeh famë, një veshje modeste që nuk njeh autoritet, një veshje modeste e cila nuk njeh se kush është më i ditur e kush është më i pasur. Prandaj vëllezër të dashur, Allahu Gjelle Gjelaluhu e solli këtë fest para më shumë se 1445 viteve. Festa e Kurban Bayramit është një festë që besimtarët musliman në këtë muaj të rëndësishëm Allahu ka deshur që t'i gëzoj për adhurimin e tyre që është haxhi. Haxhi, vëllezër të dashur, është një adhurim jo si adhurimet e tjera, por është një adhurim që don sakrificë dhe lodhje, që pejgamberi alayhi salatu wassalam e barazoi me luftën apo gjihadin në rrugën e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Besimtarët festojnë në mënyrën më të mirë, duke ju buzëqeshur njëri tjetrit, duke i ashtri dorën njëri tjetrit, duke i shkëmbyer vizitat të njëri tjetri dhe duke u ëmbëlsuar me mirësitë dhe begatit që Allahu Gjelle Gjelaluhu ju ka dhënë. Allahu Gjelle Gjelaluhu i ngriti adhurimet e tij dhe i vlerësoi që në këtë ditë falenderohet Allahu Gjelle Gjelaluhu me shumë adhurime. Prandaj kuptimi i kësaj feste, vëllezër të dashur, pas një adhurimi të madh, siç thamë se është adhurimi i haxhit, që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka bën obligim për ata të cilët kanë mundësi. Prandaj në një vend të caktuar, me një qëllim të caktuar dhe me një adhurim të caktuar, Allahu Gjelle Gjelaluhu e bëri që besimtarët të unifikohen anë mban botës. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë kusht e bëri ndër kushtet më të vështira, dhe prandaj edhe shpërblimi te Allahu Gjelle Gjelaluhu është shumë i madh, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "El hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-janna." Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër te Allahu Gjelle Gjelaluhu përveç xhenetit. Që pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dashur na thojë se ki adhurim që Allahu Gjelle Gjelaluhu e bëri obligim, do të thot është njëri prej adhurimeve më të vështira. Prandaj Allahu Gjelle Gjelaluhu kur u betua në çiftin, atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam tha se çifti është për kuptimin apo për ditën e Kurban Bayramit, dhe teku është për ditën e djeshme, e cila ishte një ditë më e madhe e vitit, që besimtarët musliman, edhe ato që ishin në haxh, e adhuronin Allahun Gjelle Gjelaluhu me lutjet e tyre, nga se kjo ditë është ditë e veçantë e Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe po të njëjtit besimtar musliman që nuk ishin në vendin që Allahu Gjelle Gjelaluhu ua kishte mundësu, mirë po me solidaritetin e tyre, ato e adhurun Allahun Gjelle Gjelaluhu duke agjëru këtë ditë për ata që kishin mundësi. Prandaj, vëllezër të dashur, agjërimi i ditës së Arafatit, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, agjërimi i ditës së Arafatit i shlyhen mëkatet e vitit që ka kalu dhe vitit që do të vije. Prandaj, vëllezër të dashur, Allahu Gjelle Gjelaluhu me këtë ditë, me mëshirën e tij
madhështore e cila i largon besimtarët musliman nga zjarri i xhehenemit. Prandaj pejgamberi alayhis salatu wassalam për këtë ditë madhështore e cila i bashkonte muslimant me adhurime që e tha që është një obligim më i vështirë nga gjitha obligimet e tjerë. Prandaj në këtë ditë është edhe sakrifica e besimtarëve musliman që të shpenzojnë për Allahun xhalla xjalaluhu, që të presin kurbanin e tyre nga se Allahu xhalla xjalaluhu e bëri që besimtarët musliman të solidarizohen në këtë ditë mes tyre. Prandaj therrja e një kafshë të caktuar në një kohë të caktuar me një qëllim të caktuar është bashku umeti musliman, është bashku umeti Muhammedit alayhis salatu wassalam, duke adhuru Allahun xhalla xjalaluhu me të njëjtin adhurim pa marrë parasysh a janë në haxh apo nuk janë. Mirë po ky adhurim dhe kjo sakrificë dhe kjo unitet i këtij adhurimi i ka bashkuar muslimant dhe u ka shtu shpërblimin e tyre. Prandaj therrja e një kafshë të caktuar që Allahu xhalla xjalaluhu i tregoi përmes haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam se cila kafshë duhet të prehet dhe cila duhet të bëhet kurban për Allahun xhalla xjalaluhu. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, thot kafsha e cila duhet të prehet kurban për Allahun xhalla xjalaluhu është deveja, lopa apo bullica, të cilat nuk duhet të jenë më të vogla apo më të reja se 5 vjet. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, lopa dhe bullica nuk duhet të jenë më të vogla se 2 vjet, e delja apo dhia thot nuk duhet të jetë më e vogël se 1 vjet, dhe të cilat kafshët e mëdha, siç është deveja, lopaja dhe bullica, mund të kyçen 7 persona për kurbanin e Allahu xhalla xjalaluhu, ndërsa të delja dhe të dhia kyçet vetëm 1 person për Allahun xhalla xjalaluhu. Mirë po nga suneti i Muhammedit alayhis salatu wassalam, pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk donte t'u avështërcoj umetit të vet dhe thonte ato të cilat nuk kanë mundësi të presin kurban për çdo individ apo për çdo person, le ta presin bile një kafshë të vogël dhe le ta bojnë një jetë për vete dhe për familjen e tyre. Prandaj me një jetë të caktuar, me një jetë për Allahun xhalla xjalaluhu, ishte sakrifica e mbar umetit të Muhammedit alayhis salatu wassalam, duke sakrifiku apo duke shpenzu pasurit e tyre dhe duke therr kurbanin këtë ditë. Prandaj edhe e ka marrë emrin kjo festa e Kurban Bayramit. Historiku i Kurban Bayramit daton qish nga njeriu i parë, nga Ademi alayhis salatu wassalam. Historia më e njohur për muslimanët është ajo e Ibrahimit alayhis salam me djalin e tij Ismailin alayhis salam, siç dihet në historinë e tij se Allahu xhalla xjalaluhu e kishte sprovuar dhe e kishte urdhëruar që ta pret djalin e tij Ismailin, dhe ai për Allahun xhalla xjalaluhu e kishte bën këtë sakrificë dhe Allahu xhalla xjalaluhu deshti që mos ta lej umetin apo mos t'i lej besimtarët që të sprovohen, dhe kështu u lehtësoi dhe u solli Ibrahimit alayhis salam një dash nga një melek, dhe që nga kjo histori mbeti që besimtarët musliman të presin kurban kafshët e tyre, të cilat Allahu xhalla xjalaluhu kishte bërë emër. Çfarë hukmi apo çfarë dispozite ka kurbani në Islam? Sipas xhumhurit të ulemave
që do me thonë tre medhhebet, jeshte medhhebet e Ebu Hanifes, thonë se kurbani është sunet i fort, mirë po, Ebu Hanifja, Allahu e mëshirov, thotë se kurbani është vajib për besimtarët, për ata të cilat kanë mundusi, sepse argumentohet tek ajeti e Allahu Gjelle Gjelaluhu, ku thotë Allahu në suratul Kauther, fesalli li rabbike wanhar, ti falu për Allahun dhe prej Kurban, do thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, për ta prerë kurbanin ka ardhë në një folje urdhërore, ka ardhë me një urdhër në këtë ajet, dhe se imami Ebu Hanifja e kishte kuptuar dhe e kishte argumentuar para medhhebit të tij se kurbani është vajib për besimtarët, për ato të cilat kanë mundësi. Shumë herë në pyesin se a ban me prej kurban për të vdekurit. Sa i përket sunetit të Muhammedit a.s. lejohet të presim kurban, mirë po jo në ditën e kurban bajramit, sepse dita e kurban bajramit është fest për të gjallët dhe është adhurim për të gjallët, ngërse për të vdekurit mund të prehet jashta ditës së tretë, do të thotë ditëve të Tashrikut, ose një ditë para bajramit, do të thotë ditën e Arafatit. Prandaj ato të cilat dojnë të presin kurban për të vdekurit e tyre, duhet të presin ose një ditë para bajramit, ose në ditën e 4 të kurban bajramit. Prandaj pejgamberi a.s. kur e therte kurbanin, e bënte niyet për vete dhe për familjen e tij. Prandaj vëllezër të dashur, ky rregull në Islam është një adhurim i gjallë, është një adhurim i cili Allahu Gjelle Gjelaluhu më së shumti e ka bë që besimtar derisa janë të gjallë të presin kurban për vete dhe për familjen e tij. Ka rregulla dhe dispozita të kurban bajramit, ose të kafshës të cilën besimtarët duhet me e prej në këtë ditë. Prandaj kurbani duhet të jetë, do të thotë, kafshë e shëndosh e cila është adhurim për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Shpesh herë ne hasim në disa njerëz apo disa musliman që kur të vjen puna e kurban bajramit, ose kur të vjen puna për me prej kurban, atëherë shkon dhe e shikon ndonjë kafshë e cila është më e dobët, më e lisht. Mirë po ai e ka kuptuar se kurbani është ibadet, është adhurim për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Kush ka qef me e ble një kafshë e cila është e dobët, e cila është e smur, e cila çalon ose ka të meta. Prandaj vëllezër të dashur, ky adhurim nuk është i domosdoshëm për ata të cilat nuk kanë mundësi. Nëse s'ke mundësi, vëllavi dashur, adhuroja Allahun Gjelle Gjelaluhu në mënyra të tjera. Mirë po mos neglizho në adhurimet e Allahut Gjelle Gjelaluhu. Siç kemi ardhur ne sot këtu, të veshur në tesha të bukura, të veshur në tesha të pastërta, dhe me një qëllim për Allahun Gjelle Gjelaluhu, që të adhurojmë Allahun sipas kushtave dhe dispozitave, siç ka thënë Allahu dhe pejgamberi i tij. Prandaj një ashtu edhe kurbani i ka dispozitat e veta. Prandaj nga dispozitat apo kushtet e kurbanit është që para se të prehet kurbani duhet të përgatitet vendi. Do të thotë nuk mund të presmi kurbanin kudo që jemi. Në rrugë nuk prehet kurbani, nga se është pengesë. Mirë po duhet të e gjejmë një vend të posaçëm. Thot pejgamberi a.s. ushqenje kurbanin para se ta preni. Do thot nuk duhet me elon kurbanin pa i dhon me ngranë dhe pa i dhon me pi. Një ashtu, para se ta presim kurbanin, duhet ta përgatitim thikën mirë, ta sprehim mirë, nga se nga mëshira e Allahu Gjelle Gjelaluhu është që besimtari ta pret kurbanin dhe ai mos të ndjen dhimbje.
Prandaj, një ashtu, para se ta presim kurbanin, kur që vemi thikën në fit, duhet të thuhet Bismillah, Allahu Akbar. Ose thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, thuj Bismillah, Allahu Akbar, pranoje o Zot për filanin dhe familjen e tij. Do thot nëse dikush e pret kurbanin për dikam tjetër, duhet që përmend emrin. Duhet t'i thot, o Allah, ki kurban për filanin dhe për familjen e tij. Një ashtu nga suneti Muhammedit a.s. është që kurbani të kthehet ka kibleja. Kur ta presim vëllezër të dashur, nga se adhurimet e Allahu xhalla xjalaluhu i bojmë duke u kthy ka kibleja. Një ashtu edhe kurbani e ka dispozitën e vet. Një ashtu kurbani duhet të prehet me nijet për Allahun xhalla xjalaluhu. Nga se nëse vetëm pak i futet një ria, atëherë ki adhurim ka dyshime se nuk pranohet te Allahu xhalla xjalaluhu. Një ashtu nga suneti Muhammedit alayhi salatu wassalam është që të hahet mish nga kurbani të cilin e ki prej, nga se pejgamberi alayhi salatu wassalam e vepronte këtë duke e transmetuar hadithin nga gruaja e tij Aisha radiallahu anha. Ajo thonte se pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e prente kurbanin, hante nga mishi i kurbanit. Një ashtu, vëllezër të dashur, një dukuri e keqe te na e cila është për hap. Do të thot, mbeturinat e kurbanit duhet të futen në dhe. Nëse i jepet mundësia njeriut dhe mos të hudhen anë këndej. Prandaj ne duke bashkëpunu me fshatin ton dhe me vëllezërit ton të cilët e kanë marrë përsipër që këtë vit, po edhe viteve tjera të cilat kanë qenë, që mbeturinat ti izolojmë mirë, ti futim në thes dhe ti sjellim para xhamisë ku ato të cilat kanë kontribu me sjell një kamion këtu përpara xhamisë dhe ti hedhim mrena në kamion. Një dukuri e keqe e cila kam dëgjuar nga vitet të cilat janë konë më herët, më kanë thonë se hoxh kemi gjetë mish në kamion. Vllavi dashur, nëse nuk e han mishin e delës, mos e merr. Ka kush e han. Por me mur mishin edhe me hudh në burllok, çfarë ibadeti është kjo për neve? A është ki besimtar musliman që e pranon një sadaka nga dikush dhe e merr mishin e hudh burllok? Vllai i dashur, ka prej besimtarëve të cilët janë duke vdek unit. Ka prej besimtarëve musliman të cilat erën e ushqimin nuk e kanë ndi me ditë. Prandaj ke kujdes çka jetu bon. Ke kujdes nga se ke adhurim që ta ka afru Allahu xhalla xjalaluhu te dera jote. Nuk është me e murë dhe me e hudhë në burllok. Prandaj, ne duhet me e ditë se cilat gjana nuk hanë dhe cilat gjana hanë. Prandaj, mirë po, nga përdhosja e cila, nga e mire e Allahu xhalla xjalaluhu e cila në ka ardhë dhe sot, kemi bojlok me ngran edhe me pi, mirë po mu i vetë, pleqët e tonë të cilat do të thot kanë përjetu gjana të cilat në kanë thonë se vallahi s'kemi pas as kokra të kallamoqit me ngran. Kemi nejt me dit pa hangër dhe pa pi. Prandaj duhet me pas kujdes se nimetet e Allahu xhalla xjalaluhu si kur që vinë, ashtu edhe shkojnë. Ka mundësi Allahu xhalla xjalaluhu për disa minuta të vogla me na i morë nimetet. Si që cekën shumë në shumë ajete të cilat Allahu xhalla xjalaluhu e ka dhënë shembull në Kur'an. Prandaj të kemi kujdes, ta adhurojmë Allahun xhalla xjalaluhu, mirë po edhe ta falenderojmë për të mirat dhe begatit e tij, nga se nëse nuk e falenderojmë Allahu xhalla xjalaluhu, padyshim se ka me na i marrë të mirat dhe begatit e tij. Prandaj vëllezër të dashur, duhet me pas kujdes, nga se Allahu xhalla xjalaluhu është i mëshirshëm dhe i mëshiron robët e tij. Prandaj duhet me pas kujdes se nëse të vjen një sadaka të dera, ndoshta të
ka ardhur shumë dhe nuk ke mundësi me e morë, me e pranu, është shumë letë me i thonë ati shumë faleminderit, por në kanë pru shumë dhe nuk kemi mundësi, apo merë dhe qoja dikuj tjetër i cili ka mundësi me e morë. Mirë po me e morë dhe me e hudhë në bërlok mishin, me e morë në bërlok me e hudhë ushqimin që Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka ba obligim, sakrific për ata i cili ka prej kurban. Pra ndajt kemi kujdes vëllezër të dashur, nga se Allahu Gjelle Gjelaluhu është i mërshishëm, mirë po edhe ndëshkon keq. Wallahi Allahu Gjelle Gjelaluhu ndëshkon keq për të mirat e ti nëse ne i përbuzim. Pra ndajt kemi kujdes. Nuk lejohet apo është haram e ndaluar dhe të theret kurban kafsha e cila i ka disa të meta. Ulemat kanë pru disa dispozita dhe thuj se kurbani i cili është i sëmur nuk lejohet të prehet kurban. Ajo e cila është e verbër, qoft edhe nëse e ka vetëm njonin si, nuk lejohet të prehet kurban. Ajo e cila qalon dhe thojnë ulemat nuk ka mundësi të ngritet dhe të shkon të vendi ku duhet me e prej, nuk prehet apo nuk është për kurban. Ajo e cila do thot e ka humbur gjysmën e një gjimtire të trupi, qoft edhe gjysa e bishit apo gjysa e veshit. Ulemat e ndalojnë me e bon kurban për Allahun Gjelle Gjelaluhu. Një ashtu kafshës të cilës i mungojnë do thot gjysmat e dhambëve, të cilat do thot ose ka mundësi i ka të thyera, apo është e vjetër dhe i kanë ra dhambët. Një ashtu ulemat nuk e preferojnë të bëhet kurban. Ndërsa gjërat të cilat janë me kru, janë të papëlqyeshme që të prehet kurbani, janë do thot kafsha e cila i ka veshat e shqyera, kafsha e cila do thot i ka veshet e shpuar, dhe se ne edhim se në kohën e sotit do thot shumica e kafshëve u ashpojnë veshet për çka? Nga se i regjistrojnë dhe i vaksinojnë. Mirë po për këtë gjanë do thot nuk ka problem nëse e ka veshin e shpuar për ndonjë qëllim të domosdoshëm. Mirë po qëraher u a kanë shpu veshet nga se kanë pas do thot kafshët smuje. Kafsha është e papëlqyeshme do thot edhe nëse është e qethur. Nëse delja është e qethur shumë, do thot është frik e qethur, nuk preferohet të bëhet kurban. Një ashtu kafsha e cila do thot është mirë dhe e shëndetshme, mirë po do thot shkon si jo e balansume. Do thot nuk e merr drejtimin ashtu siç duhet, e ulemat kanë thonë se ajo do thot ka problem me smuje nervore. Prandaj edhe kjo kafsh do thot nuk është e preferuar për tu prej. Prandaj vëllezër të dashur, Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam këto dispozita dhe këto rregulla që i ka bën që këtë ditë besimtarët musliman të adhurojnë Allahun Gjelle Gjelaluhu edhe me adhurimin e prerjes së kurbanit. Besimtarët musliman në këtë ditë duhet me ditë se është ditë e solidaritetit, prandaj nuk duhet me e neglizhu apo me e përmbajt hidhërimin e tyre të cilat e kanë me vëllezërit e tyre. Kjo ditë është ditë feste. Ai i cili jashtrin dorën vllavit të vet, edhe nëse ka pas ndonjë hidhërim gjatë vitit, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndaluar që besimtarët musliman me mbajt inati më shumë se 3 ditë. Edhe ndonjëherë nëse besimtarët musliman hasin në mosmarrveshje, atëherë duhet me ditë se ata duhet të i ulin hidhërimet apo inatet e tyre dhe duhet të solidarizohen këtë ditë, nga se sot është dita e pajtimit, nga se sot është dita e gëzimit, nga se sot është dita ajo e cila besimtarët musliman i bashkon. Prandaj vëllai i dashur,
mos janë mbyll derën askujt, shtrija dorën gjithkujt dhe përshëndete muslimanin me selam, sepse selami është dua, lutje, është paqë, e cila do të thot e adhuron Allahun xhalla xjalaluhu edhe me këtë përshëndetje që pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, nëse duani të duani mes vete, nëse doni të e duani njëri tjetrin, atëherë përshëndeteni me selam. Nga se selami, vëllezër të dashur, është një lutje te Allahu xhalla xjalaluhu e cila sjell bereqet dhe sjell dashuri mes vete. Prandaj sot në këtë ditë mos neglizhojmë dhe qemi prej atyre të cilat i ashtrim dorën njëri tjetrit. Vëllezër të dashur, Allahu xhalla xjalaluhu e ka bën që kjo ditë qetë prej ditave më të mëdha dhe më të gëzuara në gjitha ditët e vitit për besimtarët musliman. Një ashtu, thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith, çdo bir i Ademit është gabimtar, e më i miri nga ju është ai i cili pendohet. Vëllezër të dashur, në këtë çast do të thot duhet të kemi kujdes, nga se çdo kush nga ne kemi ndonjë tëmet dhe kemi lëshimet e Allahu xhalla xjalaluhu dhe kemi gabimet e Allahu xhalla xjalaluhu dhe padyshim se çdo kush prej neve është mëkatar dhe gjunaqar. Prandaj ti drejtohemi Allahu xhalla xjalaluhu me tobe, ti drejtohemi Allahu xhalla xjalaluhu me pendim, nga se Allahu xhalla xjalaluhu në këtë ditë madhështore nuk i kthen lutjet dhe nuk e kthen pendimin mbrapa. Prandaj e shfrytëzoj rastin që uroj Kurban Bayramin gjithë besimtarëve kudo që janë, dhe që uroj që haxhilerave Allahu xhalla xjalaluhu që pranon adhurimet dhe haxhin e tyre. Një ashtu lus Allahu xhalla xjalaluhu që të na kthehen do të thotë shëndosh e mirë. Dhe pasi që sot është edhe dita e xumo, duhet me ditë se do të falet edhe namazi i xumos. Vëllezër të dashur, do të thotë erdhë momenti për ta falë namazin e Bayramit. Ju uroj Kurban Bayramin dhe ju dëshiroj çdo të mirë në jetën tuaj. Allahu xhalla xjalaluhu e bën që të presim edhe viteve tjera, Bayrama, dhe të jemi të gjithë së bashku, do të thotë siç jemi të bu sot këtu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum, inna Allaha ghafurur rahim, wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.